Të nderuar bashkëqytetar, siç jemi në dieni dhe të mirë informuar për gjithë ecurinë e procesit të reformës territoriale administrative 2.0, jemi në fazën kur Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar njësive vendore dokumentacionin përkatës për raportin e ekspertëve për parametrat e gjithë secilës njësie administrative në territorin e Shqipërisë, gjithashtu dhe relacionin shpjegues të propozuesve pranë kuvendit për bashkitë që shkrihen nga kjo reformë dhe një nga bashkitë që propozohet nga propozuesit në kuvendin e Shqipërisë është dhe Bashkia Dimal. Nëpërmjet këtij podcasti do doja që t'ju sqaroja ku qëndron Bashkia Dimal midis këtyre dy gjetjeve të raportit të ekspertëve të dorëzuar pranë Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale edhe shkaqeve se pse propozuesit e Partisë Socialiste në Komisionin e Posaçëm propozojnë shkrirjen e Bashkisë Dimal me Bashkinë Berat. Jam përpjekur të bëj një pasqyrim të thjeshtë të evidencave dhe kundërshtive midis propozimit të bërë nga Komisioni i Posaçëm dhe kritereve përkatëse të përcaktuara si pragje në raportin e ekspertëve. Pra, ku qëndron Dimali sipas tyre? Si lindi në fakt kjo nevojë? Pse u kalua në një reformë të re territoriale pas 10 vjetësh dhe u gjykua e nevojshme që ka nevojë për një riorganizim të ri, jo vetëm për hartën si kufi territorial, por edhe për dimensionin e funksioneve të njësive vendore dhe qarqeve në territorin tonë. Një nga shkaqet kryesore ishte rënja e popullsisë në shifrat gati 15% me censusin kjo e rezultuar në vitin 2023. Sipas këtij raporti të ekspertëve, kemi një përqendrim të theksuar të popullatës në zona të caktuara si ajo e kryeqytetit dhe zona bregdetare. Gjithashtu u vure që ishte ngushtuar hapësira investive e buxheteve lokale të këtyre njësive vendore dhe shumë funksione që ishin në kompetencë të pushtetit vendor, sipas këtij raporti, nuk ushtroheshin mjaftueshëm nga njësitë vendore, po pa e bërë një analizë të thellë pse ndodh kjo. Gjithashtu, një nga shkaqet që përmendet në raport është fakti që, duke qenë se jemi në fazën për integrimin europian, do të duhet që të zbatojmë gjithë legjislacionin dhe të përfitojmë ne si njësi vendore nga fondet për kohezionin. Prandaj kjo lind të nevojshme që të kemi ridimensionim të ri të njësive vendore. Po ku jemi në këtë proces dhe cilit janë aktorët e këtij procesi? Siç e dim, aktori kryesor është Kuvendi i Shqipërisë, i cili ngriti Komisionin e Posaçëm në vitin e kaluar në korrik të atij viti. Komisioni ndërmori hapat, ngriti grupin e ekspertëve, hartoi Komisionin e Posaçëm. Nga grupi i ekspertëve është hartuar raporti përkatës, i cili i është drejtuar Komisionit të Posaçëm, që do të studionte këtë raport dhe mbi bazën dhe gjetjen e këtij raporti do të bënte propozimet përkatëse në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, Komisioni i Posaçëm ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces, por ajo që është më rëndësishme dhe më kryesore, më e rëndësishme është zëri qytetar, popullsia e prekur nga kjo reformë territoriale, gjithashtu komunitetet pra që jetojnë në këto territore, si edhe institucionet përkatëse, pra përfaqësuesit juridik të njësive vendore, siç është kryetari i bashkisë dhe këshillat bashkiak. Gjithashtu, do të merret mendim sipas relacionit propozues edhe nga këshillat e qarqeve në lidhje me propozimin e shkrirjes, si edhe nga bashkitë që presin apo do të jenë ankorues të bashkive që shkrihen. Gjithë ky proces monitorohet edhe këshillohet dhe nga të huajt. Duhet zbatuar në këtë reformë edhe standardi i Venecias, pra duhet të ketë një transparencë, analizë objektive dhe konsultime efektive. Në fund të këtij procesi, Këshilli i Ministrave do të hartojë gjithë legjislacionin përkatës që do të jetë në përmbyllje të finalizimit të gjithë procesit të hartës territoriale të re administrative në Republikën e Shqipërisë. Procesi mund të kalojë në raste të cënohen standardet apo nuk janë respektuara ligjet dhe nuk është dëgjuar zëri qytetar drejt gjykatës kushtetuese, i cili është instrumenti i fundit. Kush janë 5 kriteret të cilat raporti i ekspertëve i përcakton si kryesore, indekset e tyre, nëse një bashki e caktuar e kalon testin apo jo të qëndrojë si bashki më vete. To janë 5 indekse.
indeksi i parë që quhet indeksi i funksionalitetit të bashkive, i cili është i vetmi kriter që përcakton nëse një bashki është vetë funksionale ose jo, dhe ka disa parametra që e masin këtë, dhe kanë peshën e tyre, gjithë secili prej tyre, është indeksi performancës ekonomike, edhe ky ka treguesit e vetë që edhe këtu kanë menduar ekspertët të jenë 5 tregues, që është produktiviteti, vitaliteti i biznesit, punësimi formal, paga mesatare dhe diversifikimi i biznesit në zonën përkatëse apo njësi vendore përkatëse. Gjithashtu një indeks i rëndësishëm është dhe ai i mbulimit urban, po jo determinant ose kusht për shkrirje. Gjithashtu edhe në rastin e shkrirjeve apo të përzgjedhjes së një njësie vendore si kandidat për konsolidim, do të duheshe që të plotësohej edhe kushti i ankorimit, pra i distancës së njësisë që shkrihet me njësinë ankoruese që në raport kanë vendosur një distancë jo më shumë se 1 orë. Por përveç këtyre kriterëve të 4 që janë të parashtruara në raport, ka edhe një kriter kohezioni ose ndalues, i cili mbron ato njësi vendore që kanë pakica apo kanë kohezion të fortë social-kulturor. Dhe ky e bllokon, është një kriter bllokues që bllokon bashkimin e këtyre njësive me njësi të tjera. Kemi paraqitur në mënyrë të hollësishme peshën e çdo indeksi, të treguesve të indeksit, në mënyrë të qartë nëpërmjet peshës QZ gjithë secili. Edhe vetë shifrat për këto indekse për bashkinë Dimal. Rezulton në total vlera e indeksit të funksionalitetit të bashkive në vlerën 64.9, që konsiderohet një vlerë në nivelin e mesëm dhe funksionale për bashkinë, dhe indeksi i performancën ekonomike për bashkinë Dimal është në vlera 43.7 dhe kjo është një vlerë dhe një parakush shumë i mirë për një njësi vendore që të zhvillojë aty të ardhmen e vet. Indeksi i mbulimit urban është në vlera 43.1 dhe është afër medianës së përcaktuar nga ekspertët. Nëse bëjmë një test, kemi një vazo, 3 vazo, dhe bëjmë një test ku kalojmë të gjitha njësitë vendore që shtrihen në territorin e Republikës së Shqipërisë, vëmë re që Bashkia Dimal e kalon testin. Kemi këtu 8 bashki që plotësojnë kriterin e vetos, pra dhe nuk shkrihen për shkak të kësaj, që mund të mos plotësojnë parametrat e vendosur në relacionin e në raportin e ekspertëve, dhe Bashkia Dimal e renditur është 17-ta për nga parimi i funksionalitetit dhe me gjithë parametrat e tjerë e kalon testin dhe derdhet në këtë vazo e 14-ta. Po bëjmë një paraqitje grafike të situatës apo të pozicionimit të Bashkisë Dimal në grafiqet përkatëse. Po të vëmë re, në indeksin e funksionalitetit ne renditemi të 17 në rang vendi. Pra, në 61 bashki, Bashkia Dimal renditet e 17-ta. Kjo bashki në bashkit e nivelit të mesëm renditet e 2-ta pas lushnjës, sipas ekspertëve që i ndan këto njësi vendore në 3 kategori: njësit e nivelit të parë, nivelit të mesëm edhe të ullët. Gjithashtu renditet e para në qark si tregues për nga funksionaliteti, duke lënë mbrapa në rastin konkret njësinë ankoruese që është Berati. Në lidhje me indeksin e performancës ekonomike, njësia Dimal sipas renditjes renditet e 26-ta në gjithë hartën e territorit të Shqipërisë. Lidhje me renditjen për prodhueshmërinë e produktit për punonjës, ajo renditet e 9-ta në Republikën e Shqipërisë dhe gjithashtu si renditje për këtë indeks renditet e 26-ta. Edhe në këtë parametër, Bashkia Dimal renditet e para në qark, duke lënë mbrapa gjithashtu sërish njësinë ankoruese Beratin. Në lidhje me indeksin tjetër, pra me mbulimin urban, rezulton që Bashkia Dimal të ketë një numër 28.135 banor, pra ka një numër më të lartë se censusi i vitit 2011, pra është ndër të paktat bashki që plotëson kriterin për rritje, pra dhe që ka një numër dhe kriterin e përcaktuar në raport nga ekspertët që thotë që duhet të kesh mbi 20.000 banor, që të konsiderohesh dhe mos të jesh nën pragun e uljes, që ne edhe këtë prag e kalojmë me sukses, dhe renditemi të 31-t në rang
vendi duke mos përfshirë këtu Tiranën. Po të vësh re nga parametrat edhe nga grafiqet përkatës, ajo që është e rëndësishme, ne jemi të renditur të 17-ët për funksionalitet, por për treguesin e hapësirës investive të këtij indeksi, Bashkia Dimal është e 5-ta në Shqipëri e renditur, sepse në mesataren e këtyre 10 viteve ka një mesatare prej 35% të buxhetit të saj lokal e kalon për investime kapitale dhe të shpërndara drejt këto kudo në territor, ku nga e gjithë shuma totale e investimeve të kryera, 54% janë të shpërndara në zonën rurale dhe 46% në qytet. Dhe përveç këtij fakti, kemi investuar si njësi vendore në të njëjtët vlera me qeverinë në territorin ton. Ajo që është për të theksuar, është dhe fakti që njësia ankoruese Berati për këtë tregues për hapësirën investive renditet ndër 10 më të ngushtat, duke renditur nga fundi. Kemi bërë edhe një paraqitje grafike të gjithë mënyrës se si paraqitet Dimali në nivel qarku, duke u paraqitur dhe duke zënë në nivelet e para në 3 indekset. Këtu i kemi me radhë grafiqet dhe ajo që është më rëndësishme është funksionaliteti, indeksi funksionalitetit i cili është i vetmi kriter që përcakton nëse një bashki është vetë funksionale apo jo, dhe ne këtë test e kemi kaluar me sukses. Gjithashtu edhe gjithë parakushtet tregojnë që jemi njësi vendore me vetë funksionalitet dhe operojmë në një territor që ka të gjitha parakushtet për të pasur të njëjtën zhvillim, ritëm zhvillimi edhe në të ardhmen në afatmesëm dhe afatgjatë. Pse e them këtë edhe nisur nga fakti që pozicionohemi të dytit në rang e bashkive të nivelit të mesëm të përcaktuar të tillë nga raporti i ekspertëve. Po ta vesh re në grafik, Dimali rendites pas Lushnjës e dyta në listën e bashkive të nivelit të mesëm. Edhe pse Dimali i plotson të gjitha kriteret e përcaktuara nga raporti i ekspertëve dhe nuk është në ato njësi vendore që nuk i kalojnë pragun e parametrave të përcaktuara nga raporti i ekspertëve, pse propozon komisioni apo propozuesit përkatës në Kuvendin e Shqipërisë? Me çfarë arsyetimi, çfarë arsyetoni ata në relacionin e tyre në lidhje me shkrirjen e Bashkisë Dimal? Arsyetimi i tyre bazohet në këto fakte që kanë parashtruar. Ka një traditë historike, ka një lidhje të hershme të Dimalit me Beratin për shkak të ish rretheve, ka arsye ekonomike sepse ka profil bujqësor të ngushtë, parashtron shifrat që janë në raport, por nuk i analizon ato dhe nuk jep një studim të mirëfillt të analizave apo studim fizibiliteti për projeksionet që do marrin këto shifra nga shkrirjet e bashkive. Pra se si do të ndryshojë situata. Ne jemi dy njësi vendore me profile të ndryshme dhe me dimensione të ndryshme. Dhe kemi kaje të ndryshme të zhvillimit. Patjetër që Berati është një qendër e konsoliduar turistike e turizmit, por edhe Dimali është një pol i zhvillimit ekonomik bujqësor, ndaj kërkojnë të rriten dhe të zhvillohen të ndara, për vetë faktin që kanë treguar që Dimali vetë funksionon dhe ka dhe parametra më të larta se njësia ankoruese. Ndaj, në momentin që ne nuk kemi të parashtruar në analizën e relacionit shpjegues avantazhet e këtij bashkimi apo të kësaj njësie të re që do të ngrihet, avantazhet, çfarë do të përfitojë njësia e shkrirë nga ky bashkim apo edhe vetë njësia ankoruese. Nuk e kemi një analizë të saktë, gjithashtu themi që arsye demografike, mas urbane ulët, thot relacionin, ndërkohë që ndryshe shprehet në raportin e ekspertëve ku citohet që ka mjaftueshëm zonë urbane. Kjo është në tabelën e raportit të ekspertëve shkruar, ndryshe shkruhet në raportin e ekspertëve dhe ndryshe parashtrohet në relacionin shpjegues. Ndërsa për arsye tjetër është një arsye sociale që në Berat janë shërbimet spitalore dhe arsimi i mesëm. Konsolidimi harmonizon shërbimet. Në fakt, spitali gjithkohës ka qenë në fakt në Berat, që edhe në reformën e parë territoriale, me këtë kriter mund të shkrihesh edhe me një njësi tjetër administrative afër që mund të jetë dhe spitali më afër në distancë. Pra një kriter edhe arsim të mesëm ne kemi në njësinë vendore tonën dhe është për të theksuar se jemi nga bashkitë me ritmin, me reduktimin më të ulët të nxënësve në qark.
dhe kemi shkolla të mesme si ajo e Njësisë Urave Gurori që ka dalë me rezultate të larta, domethënë në cilësinë e shërbimit në mësidhënien e mësuesve me shifra këto të publikuara nga Ministria e Arsimit. Një arsye e përmendur është ajo administrative që struktura dyfishon në shkallë të vogël funksionale që Berati i ushtron me kapacitet të plot. Në fakt ka në raport një analizë sipas raportit të ekspertëve që thotë që ka 2.5 banor për aparatin, jo për numrin total të punonjësve, dhe për Beratin e kanë nxjerrë 1.3, por në fakt nuk ka një shpjegim pse ka dalë ky rezultat, sepse edhe nëse ne e bëjmë me aparatin për llogaritje, të pakën për llogaritjet e përbëra nga stafet tona, ne na rezulton e ngjashme dhe e përafërt 1.3 me Beratin në rastin e aparatit, ndërsa po të bëjmë një studim në lidhje me numrin e total të punonjësve tanë, rezulton që Bashkia Dimale ka në një vlerë më të ulët se Berati numrin e punonjësve total për banor me një shkallë të lehtë gati 16.8%. To ishin të vetmet arsye të shkruara, por në logjikën e raportit, domethënë supozohet që nëse shkrim 2 aparate, bëhet me eficiencë. Në këtë kontekst, kjo nuk është një argument logjik, pasi në të njëjtën mënyrë mund të shkrim të tëra bashkitë për të ulur kostot administrative. Nuk janë qëllim në vetvete kostot administrative, qëllimi është eficienca, ajo që ne kemi treguar nëpërmjet funksionalitetit dhe parametrave të përcaktuara në të, nëpërmjet hapësirës që i kemi dhënë investimeve aty, nëpërmjet parametrave të drejtë ngurtësisë buxhetore, pra shpenzimeve paga edhe operative, dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që jemi nga bashkitë që performojmë mirë në këtë pjesë, jo vetëm jemi vetë funksionale, po dallojmë nga disa bashki të tjera. Po ajo që ngelet më e rëndësishmja në gjithë këtë pjesë është fakti sepse arsyet kanë qenë shumë sipërfaqësore, jo të argumentuara, dhe ajo që është më e rëndësishme nuk ka një studim fizibiliteti të mirëfillt mbi përfitimet e kësaj shkrirjeje. Çfarë përfitojnë të dyja këto njësi vendore nga ky bashkim? Apo avantazhohet njësia ankoruese në kurrizë të bashkisë që shkrihet, se duke qenë se jemi përpara faktit që vërtet në relacion shpjegohet që ne marrim statusin qytet në bazë të ligjit që do të miratohet, por nuk kemi vendimarrje. Edhe përfaqësimi ynë në Këshillin e Njësisë së Re do të jetë në përqindje me popullsisë që kemi, dhe i bie që të kemi një numër që nuk arrin deri në vendimarrje për atë çka është më e mira për komunitetin e Bashkisë Dimal. Pra, kundërshtimet tona kanë qenë në kontekstin si më poshtë, është bërë një trajtim i pabarabartë për bashkitë në të njëjtin qark. Ne si një bashki me performancë lartë në funksionalitet e kemi kaluar testin. Arsyetimi zvendësues për shkak të eficiencës së aparateve të bashkive përkatëse nuk qëndron dhe nuk kalon, sepse mund të përdorej për çdo bashki me një numër të gjerë bashkish në territor. Gjithashtu ka dhe mos përputhje me matricën e ankorimit. Jemi bashki që kemi rritur 5 herë edhe të ardhurat lokale nga krijimi i saj dhe i kemi menaxhuar ato drejt në lidhje me buxhetet lokale, duke i mos i keq përdoruar, por duke i vënë ato në shërbim të qytetarëve, dhe kjo në nivel shumë më të lartë se njësia ankoruese. Ka edhe një problematik në fakt se në raport janë më të qarta ato analiza për një bashki që favorizohet, dhe në disa raste mungojnë evidencat për bashkitë që shkrihen si në rastin e Dimalit. Edhe një njësi administrative që nuk ka përfaqësim dhe që nuk vendos vetë për fatet e komunitetit të vetë dhe nuk ka rol vendimarrës, nuk përfiton asgjë nga statusi i qytetit, dhe nuk mund të garantohen që të ruhen të njëjtat shifra minimumi që ne kemi arritur në gati këto 10 vite, pra të garantohen të njëjtat nivele performance për njësinë vendore. Ndaj, për këto çka parashtruan më lart, Dimali duhet të shndrojë bashki me vete
dhe të vetë funksionoj të shërbej në mënyrë që të vijoj të shërbej komunitetit që përfaqëson. Të dashur bashkëqytetarë, ajo që desha të ndaj me ju ishin argumentat pse ne duhet të vijojmë të qëndrojmë bashkim me vete. Shkrirja pa argument dhe pa evidencë e cënon gjithë ligjshmërinë e procesit dhe bëhet shkak për antikushtetueshmëri, sipas nenit 108.2 e Kushtetutës dhe mendimit numër 19 të vitit 2015 të Gjykatës Kushtetuese. Ju faleminderit shumë që na ndoqët. Jam e hapur për të diskutuar dhe për debatuar mbi argumenta me cilin do dhe i ftoj këtu edhe propozuesit e ligjit në Kuvendin Popullor, gjithashtu edhe ekspertë që kanë hartuar raportin të diskutojmë së bashku në mënyrë që transparenca të sigurohet dhe qytetarët tanë të dinë cila është më e mira për ta. Ata duhet të dinë cilët janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij bashkimi edhe kësaj reforme apo hartë të re territoriale në Republikën e Shqipërisë. Ju faleminderit që na ndoqët.